Manastiri është njëri nga vendet ku historia shqiptare ka lënë gjurmë që sot lexohet në alfabetin me të cilin shkruajmë. Në nëntor të vitit 1908, shqiptarët u mblodhen në një kuvend të rëndësishëm të rilindjes kombëtare. Vendimi për njësimin e alfabetit nuk ishte vetëm çështje gjuhësore. Ai ishte një akt kulturor dhe kombëtar që i dha Shqipes një bazë të përbashkët shkrimi dhe i shërbeu forcimit të vetdijes kombëtare. Nga nëntori i vitit 1908 deri në 2026 kaluan një shekull e 18 vjet histori, luftra, shpërngulje dhe transformime të mëdha demografike. E manastiri sotëm është dëshmia e një transformimi të jashtëzakonshëm, nga qyteti ku shqiptarët u mblodhen për t'i dhënë gjuhës së tyre një alfabet, në një qytet ku komuniteti shqiptar është numerikisht i vogël, por pesha historike shqiptare mbetet e jashtëzakonshme. Kjo trashëgimi vazhdon të jetojë përmes njerëzve që e konsiderojnë ruajtjen e kujtesës kombëtare jo vetëm detyrë historike, por edhe përgjegjësi për të ardhmen. Në këtë vazhdimsi është veprimtaria e Dr. Sibela Alimovska, e cila përmes angazhimit kulturor dhe shkencor mban gjallë kujtesën shqiptare në manastir, ndërsa ka ende shqiptar që punojnë që gjuha, historia dhe vetdia kombëtare të mos mbeten vetëm në faqet e së kaluarës. Faktori shqiptar në manastir mbetet një element i rëndësishëm i kësaj shumë kulture, një ure mes së kaluarës dhe të tashmes, mes traditës dhe bashkëtesës, duke dëshmuar se identiteti shqiptar nuk është vetëm pjesë e historisë së qytetit, por edhe pjesë aktive e jetës kulturore.